Bonjour à tous! Mirë se erdhët në episodin e 9 të podcastit ton të rinj dhe kurioz. Unë jam Kresja. Dhe unë jam Amarda. Dhe sot mes nesh kemi një artist shumë të njohur, shqiptar. Ai është Franz Bregu, i cili është një nga aktorët më të përfolur kohët e fundit në teatrin shqiptar. Pra zoti Bregu, faleminderit që pranove Zoti Bregu. Kresja, pasa të thash mos më thirr zoti, se si ndje më shumë vjetë se që jam në të vërtet. Shumë faleminderit që pranove ftesën tonë dhe që jeni mes nesh. Faleminderit juve për ftesën edhe me shumë kënaqësi që kur erdha herën e kaluar që pash mjediset e bibliotekës, është një gjë fantastike, kaq e bukur, mes librash, mes energjisë tuaj, është bukur këtu. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Që në rinin tuaj ju jeni marrë me aktivitete të ndryshme si në gjimnazin tuaj dhe jo vetëm. Si ju ka lindur pasioni për aktrim? Po, si më ka lindur. Domethënë një pasdite e bukur me shi siç është kjo e sotmja mund të ngacmoj që të rishe të kujtosh se përse mua më ka lindur ideja për të marrë me teatr edhe me art. E kam thënë shpesh kështu kur ka në rasti, Franci, po pse je marrë me këtë gjë si ka ndodhur? Unë deri në vitet 2 gjimnaz kam dashur që të studioj shkenca politike, që ta dish ti Amarda. I kisha shumë qejf se jemi dhe në atmosferën kështu sa kanë qenë këto zgjedhjet e nejse. Po me qëra fjala, edhe deri në vitet 2 doja patjetër, më pëlqente më vonë kur e kam analizuar me veten kam kuptuar që ka qenë kjo fuqia e imazhit të televizionit që më të rishte shumë që dilnin këta kamera, drita, pra të qenin qendër të vëmendjes si thua në televizion edhe kështu me radhë. Dhe në vitet 2 pastaj tek kolegji Preka, ku un kam bërë gjimnazin, atje çdo maj bëhet Prize Day ose Awards Day. Pra që vlerësohen me çmime që unë e quaj shumë të bukur çmimin një libër, nxënësit që kanë po themi rezultate më të mira në një lëndë të caktuar. Edhe unë kisha filluar të imitoja atëherë të bëja ca gjëra kështu njërin tjetrën. E më pëlqente kjo ndesia. Dhe ata kanë një skenë, ju e dini, atje te Malta. Dhe tek një nga këto Prize Day që ne bënim, unë shpreh dëshirën për të marrë pjesë. Po më përpara ka qenë tek një koncert për vitin e ri që kemi bërë atje, që imitova ca gjëra dhe pastaj ka qenë matura ime e largët e para 120 vjetëve. 2000, mos dëgjoj ti Poljaz, Sfiljaz. Sukuljash. Në 2012-ën aso kohë Malta nuk merrte pjesë në Rin Show. Dhe unë isha si vetmi kështu që dola edhe mora pjesë në Rin Show e atij viti në 2012-ën. Ku afrova edhe me teatrin aso kohë, mora dhe atë çmimin. Okej. Dhe të gjitha këto mua pëlqyen. Dhe kur u bë pastaj Awards Day në 2012 që unë isha maturant, unë pata atë momentin tim atje, isha pas kësaj Rin Show, edhe ndërtova një monolog që është edhe sot e kësaj dite në YouTube, mbase e keni parë atje. Unë jam me më shumë flok, me më pak mjekër. Po dukem shumë më plak se jam i ri tani kot. I kishte për t'ia bërë qefin vetes, bëj shaka. Edhe unë e kam parë pas shumë vite sa të gjën. Edhe ajo gjëja mua më pëlqeu shumë. Më pëlqeu të rria në skenë dhe të shikoja njerëzit që më shikonin mua. Edhe pse më thagoja shumë kur dola në skenë dhe bëra atë gjën, po çuditërisht e menaxhova mirë atë gjën. Ishte shumë e bukur energjia që të rrie dhe ti bëje njerëzit të reagonin, në këtë rast të qeshnin me ty. Se unë pastaj isha dhe këndova dhe një këngë, aso kohë se ka qenë 100 vjetori pavarësisht, ka qenë 2012 dhe unë këndova "Oh moj Vlora me kuror". Po, edhe bëra dhe kërcim, po si duket e gjeta veten më shumë te kjo gjë. Dhe ashtu nisi dhe unë thash unë do studioj tek Universiteti i Arteve patjetër. Nuk dua të përmend këtë shprehje, ishte si një thirrje, ishte si një kështu, po vërtet ishte diçka, ishte një lloj tërheqjeje që unë kisha ndaj skenës dhe ndaj idesë që ti ke diçka për të thënë ndaj publikut. U zgjata jo, po. Jo, problem. Këtë vit ju ishit pranishëm edhe në Rin Show-in e shkollës tonë, nga që gjithë që ishim edhe fituesit. A keni Po ju ishit fituesit, Kresja, e di këtë gjë, po. Nuk do e lem së përmenduri. Ju ka lënë në një pjesë mbresa. Pa kupu nuk besoj. Që ju ishit fitues. Ajo ka mbetur në mendje diçka, një pjesë e veçantë nga të tjerat. Nga i gjithë Rin Show po thua? Nga e shkollës tonë. Unë e kam ndjekur me shumë vëmendje dhe më ka pëlqyer shumë atmosfera që kishte ndërtuar Blerta. Më ka
pëlqyer shumë si thua një lloj sinergjie e bukur që kishte i gjithë grupi, sepse Blerta kishte konceptuar shfaqjen e vet dhe shfaqjen tuaj në të njëjtën kohë, domethënë të shkollës si një trup e gjitha. Dhe atje ndodhin dhe un jam dashamirës dhe partizani i kësaj gjës që të bëjmë shfaqje të tilla. Mbase ishte një gjë që nuk ishte parë më përpara në Rin Show, si thua që është bërë më parë. Dhe ishte e veçantë. Pra kishte një lloj gjëje që të tërhiqte, të mbante atje. Që nga si thua vizualisht ishte ndërtuar bukur, kostumet ishin të bukura, kërcimet ishin të bukura. Mua më ka pëlqyer vërtet ajo shfaqje. Edhe ja thash edhe Blertës, madje i urova dhe disa nga vajzat që i njoh, që janë pjesë e shkollës tuaj, edhe më pëlqeu vërtet. Nuk e them fare. Gjëja e bukur duket. Faleminderit. Shati që duket s'do kallauzësh profesor, po. Si ishte të punonit me disa mirë ka qenë, bishaka. Mirë. Si ishte të punonit me nxënës, të cilët mund të kenë talente, por nuk janë aktor profesionist? Ja, për shembull. Se edhe për mua, edhe pse më përpara kur flisja me çunat, për shembull, Eugeni, Silvio, që kanë punuar më përpara dhe i pyesja, më thoshin që është energji shumë e bukur. Unë s'kisha punuar asnjëherë edhe pse kisha dashur gjithmonë. Por nuk ishte rastisur. Vjet nuk isha në Shqipëri, më përpara nuk ka rastisur, kam qenë vërdall. Dhe këtë vit si duket më plotsua edhe mua një lloj dëshire për të marrë pjesë dhe jo me një, po me 2 shkolla. Ku t'ja thash një shoqes time sot në telefon që kujdes çai kërkon Zoti se ta plotson. Është e bukur kjo. Edhe për mua ishte një lloj sfide, si thua, ishte një gjë e re se s'isha marrë ndonjëherë me tani un kam studiuar dramë. Regjia është një disiplinë tjetër që ka specifikat e veta, por do edhe aktori merr ca elemente të një regjizori sepse e shikon procesin e punës edhe kështu me radhë. Në mënyrë si thua edhe të nënvetëdijshme, ka këtë ishte shumë bukur. Ishte vërtet bukur. Edhe po, është e vërtet që nxënësit nuk janë profesionistë, se ndonjëherë edhe unë thosha, ore, një sekond, se unë, hajde se po i kërkoj këto gjëra, po dale. Por, qasja dhe reagimi që ata kishin, ndaj tyre që unë i kërkoj, ishte shumë e mi, dhe mua kjo gjë më kënaqi. A kam bërtitur Amarda? Pusho! Sa ju thosha ndonjëherë, edhe këtyre të shtëpisë, pusho! Më thosh. Ku ti thua? Se isha mësuar, më falni. Po, do thoshte Kresja to sum it up ta të jashtëmit, literally. Yeah. Ishte bukur. Domethënë e përgjithshme ishte shumë e bukur. Na mori malli për atë periudhë. Vërtet na mori malli. Ka vjen prapë vitin tjetër. Pra do vi, po. Pa deri vitin tjetër. Meqense ju e prekët pak të pjesën e regjisurës. E regjisurës. Apo merreni me një pjesë të re dhe nëse keni një rol aty brenda për çfarë flet? Po, shumë bukur. Bukur. Pëlqeu kjo pyetje. Se do dilja tek shfaqja që ne kemi të diel në datën 18 të fundjavë. Këtë fundjavë në teatrin e Korçës. Shfaqja quhet E ke Deno. E ke Deno. E kemi. Po, dhe kjo në fakt është një shfaqje që vjen pas disa shfaqjeve që ne tashmë si grup, aktorët e Korçës, kemi bërë që në 2023 që e nisëm Eugeni, unë dhe Silvio me shfaqjen Ku do të veshti, dhe çuditërisht tani që i bëjmë një lloj kështu rezume e këtyre shfaqjeve tona, të gjitha kanë qenë me një pikë pyetje në fund, ku do të veshti apo s'është kështu? Dhe e ke Deno. Dhe sigurisht janë batuta të marra nga karakterat që kanë bërë edhe çunat në ekran. Dhe të treja posterat i kemi bërë, një e kemi bërë me përperkën, atë ku do të veshti, një e kemi bërë me traktor në Bulgarec vjet, dhe këtë vit e bëm me makina, kishim 2 makina të mira. Edhe po i thoya çunave tani do ta bëjmë me aeroplan, sa jo na kanë ngelur ose me helikopter. Dhe këtë kemi nisur si një gjë ne me njëri tjetrin, me personazhe që publiku i ka parë edhe në ekran. Tek show-t humoristik kam qenë edhe unë edhe Yuji, tani edhe Kedi që i është bashkuar grupit tonë pse ka qenë vërdall patjetër. Dhe kjo gjëja na ka bërë që jo vetëm të shkruajmë vetë materialet, se gjithsesi ne i shkruajmë vetë edhe në televizion i shkruanim vetë, duke i njohur më mirë karakteret që bënim edhe kështu me radhë, por në të njëjtën kohë ne jemi edhe regjizor të gjës, pra të gjithë bashkë, nuk është se kemi një regjizor. Madje vjet kur kemi mbyllur atë skenarin,
Edhe e mbyllëm të gjithën, kështu i kishim materialet, tani edhe e bëm teksti ca y. Regjia ca y. Po edhe kjo ka të mirën e vetë se të mëson me shumë gjëra, me dinamikën e kësaj lloj shfaqje, se është një çik specifike, është specifike sepse ka elemente të një shfaqje teatri, ka elemente të një kabareti televiziv, ka elemente të një spektakli. Pra ka të gjitha atje. Dhe kemi bërë një gjë shumë interesante, një përmbledhje të së gjitha këtyre, pa i humbur ato, si thua, grimcat nga asnjë nga këto. Jemi 18, 19, 20, ta shfrytëzoj tash për të bërë. Jemi 18, 19, 20 në orën 7:10. Në Korçë. Në Korçë. Po, Marta. Ju jeni shprehur se të përveçosh një rol është më mirë se ta mësosh atë përmendësh. Si do t'ja u sugjeronit ose shpjegonit këtë mënyrë aktorëve të rinj? Si e kam thënë më? Se kush e mban mend? Domethënë nga intervista juaj është kjo. Po, okay. Po se mbaj mend. Ju jeni shprehur se të përveçsosh një rol është më mirë se sa ta mësosh atë përmendësh në mënyrë mekanike. Po. Si do t'ja u sugjeronit ose shpjegonit këtë mënyrë aktorëve të rinj? Aktorëve të rinj. Po, kjo është një gjë që ta mëson edhe shkolla një në fillim. Që do të thotë se njerëzit që ta bëjmë çik më kështu, më të prekshme gjën. Njerëzit të pyesin edhe të thonë, po si i mbani mend ju tër ato llafka? Si i mbani mend, unë si mbaj mend tër ato. Dhe ne që merrem me këtë punë themi, teksti është hallka e fundit e aktorit dhe është gjëja mbase më e lehtë. Ne kupton se ka ca gjëra të tjera më përpara. Por teksti nuk mësohet përmendesh. Pra, ka mënyra të ndryshme se si një aktor mund ta mësoj tekst, ta përvitsoj tekstin e vet. Se në fundit janë ca fjalë që ti duhet t'i mësosh. Por që të jesh vërtet aktor dhe të tregosh shumë profesionist, teksti duhet të vinë në mënyrë shumë organike, në bazë të tash po themi ca gjëra profesionale, në bazë të rrethanave, në bazë të marrëdhënies që ke me karakterit dhe me personazhet e tjera atje në vepër, në bazë të ngjarjes, në bazë të konceptit regjizorial, pra janë shumë gjëra të tjera, të cilat të bëjnë që teksti ty të buroj, kështu siç po më burojnë mua këto llafkat që po flasim ne këtu. Se ne si kemi përgatitur këto. Dhe i gjithë, unë një aktor i të ri, do t'i thoj atë që na shtën edhe ne në akademi, nga profesori im, Timo Floko. Që në fakt, i gjithë sekreti është që ti e di shumë mirë shfaqjen se çfarë do ndodhë, di tekstin, di momentet e kështu me radhë dhe prapë bën sikur të ishte për herë të parë atje. Pra ndodh atje për herë të parë. Kjo është e gjitha. Kjo do ca punë, po arrihet besoj. Edhe unë tani jam prapë në proces, se kjo është një gjë që s'mbaron asnjë, nuk i thua dot vetes tani unë e bëj këtë gjë. Në çdo projekt mëson gjëra të reja dhe kjo është e bukur e këtij profesioni. Mëson je kurioz, nëse je kurioz të dalin gjëra. Të rinj dhe kurioz. Të rinj dhe kurioz, po. Po. Ju kemi parë edhe, po. Ju kemi parë edhe në Alpazar. Keni kaluar shumë kohë të bukura atje. Si do t'i përshkruanit këtë kohë? Kjo është e vërtet. Kam kaluar kohë të bukura dhe kur e mendova Alpazarin për çfarë biseda nuk e mbaj mend. Me çuna para ca ditësh kështu. Si do ta përshkruanit kohën që keni kaluar atje? Alpazari ka ardhur për mua pasi mbarova akademin në 2015. Nuk më ka humbitur një lop. Po ka qenë 2015. Domethënë unë 2012 dhe 2015 mbarova akademin në Tiranë dhe po atë vit, domethënë në qershor mbarova akademin dhe në shtator kam filluar në Alpazar. Ishte përvoja ime e parë, si thua, jashtë shkollës profesionale, por në të njëjtën kohë nuk ishte brenda teatrit dhe kjo ishte një çike vështirë për mua. Se për herë të parë ishte një gjë e re, televizioni. Teatri do është matje. Nuk ka këtë lloj populariteti që ka televizioni. Është më intim, është më i mbledhur, është më i ngrohtë. Unë nuk e njeh televizionin. Ishte e parë në Alpazar. Edhe për herë të parë edhe takoj Agron Llakajn, që e kisha parë në televizor, e kisha admiruar për atë që ka bërë. Edhe herë e parë që ai, si thua, hapi dyert e asaj gjës. Dhe gonin edhe sot e kësaj dite kam shumë mik të mirë dhe jam vërtet mirënjohës dhe falenderues sepse mësova shumë gjëra nga ai dhe nga Alpazari. Edhe një djalë kështu i vogël sa kisha mbaruar akademin, tani isha 20 vjeç, besoj, se mbaj mend sa. Po aq duhet kem qenë. 21, 22, se di. Pra i thon para 10 vjetësh. Po, 22 vjeç. 21, 22 vjeç, po.
Edhe ishte një çike vështirë. Aq më tepër, më duket se thashë atë ditë kur ishim këtu tek ai takimi, aq më tepër që roli i parë që u bëra në Alpazar ka qenë një tip kështu, "Përshëndetje, mi u bë maua, sa buku." Edhe kisha këto se i kisha flokët e gjata atë dhe kur ajo Monda të përshëndesim kudo që jesh, që jesh, po. Monda më bëri ato flokët kështu, mi kapi me ca bishta, vetullat edhe me thënë të drejtën e kisha thash, tani vërtet do dal unë kështu. Po kjo më bëri mirë se ti kupton që si thua nuk duhet ta kesh të droj kur vjen puna për profesionin. Sa i isha unë, ishte karakteri që unë po luaj. Dhe dal nga dal mësova se ç'është televizioni, se ç'është formati kabaret, se çfarë është bësh humor në atë lloj dinamike siç ishte televizioni. Dhe kështu rrita dhe nga kjo ana tjetër, profesionalisht, po edhe nga ana njerëzore, sepse takova shumë njerëz të mirë që sot e kësaj dite e kam miq të mirë, që është më e rëndësishmja për mua. Se çfarë le dhe çfarë merr nga njerëzit tek një vend pune. Aq më tepër tek një gjë që si thua duket. Dhe ato 2 vite të Alpazari ka qenë shumë të mira për mua nga të gjitha anët. Tash po kisha edhe këtë jam I famshëm tash, e kupton profesor. Se dile ashtu I vogël ishte normale kjo. Njerëzit të shikonin, nuk ka qenë e bukur edhe kjo ndjesia që të shikonin njerëzit edhe të vlerësonin, si thua, dhe të thoshin, ky që del atje dhe bën këtë, e kupton? Edhe kjo ka qenë shumë e bukur. Prandaj ka qenë I bukur Alpazari për të gjitha këto. Po përveç Korçës son të bukur, në cilin qytet ju pëlqen më shumë të aktroni? Do them jo qytet, do them biranjin tim, do them fshatin tim. Sa atje ka lindur, mbas atje është tharmi kur unë për herë të parë kam aktruar, kur bëja këto, siç po thoja për ata Aldon, si kemi regjistruar. Këto I kam bërë në shtëpi, në Biranj, të gjitha për herë të parë. Që jepja lajmet, vija ca gjëra këtu, jepja lajmet vetë. Hapja në teletekst profesor, edhe jepja lajmet ria kështu. Dhe e dini çfarë është teleteksti? Ja. Teleteksti ishte një platformë mbase e parë alla digjitale që kishte televizioni atyre kohëve që ti e shtypje dhe të dilte si ekran kompjuteri, të dilnin ca gjëra në televizorin tënd dhe të jepni lajmet me ato shkronjat si tek kompjuteret e para 100 vjetësh dhe ti klik. Kjo është ka më moderne se tani. Po e pse si ishte ajo gjë? Janë Po. Si zo Po, teleteksi çka ka pasur atë shikonim edhe këto ndeshjet, këto Juventusin, se un jam tifoz Juventus. Jam një çik tifoz luajn çik loto, tha I tipi. Sa ana I ka qeftë me çfarë kuptoj. Diçka kam, mbase I ke. Dhe kështu, domethënë do thoja Biranji, po. Tani dhe Tirana, se në Tirana kam kujtime shumë të bukura nga Tirana patjetër, se gjithë ato vite edhe në shkollë. Po është e çuditshme që çdo sken ka energjinë e vet. Çdo sken ka energjinë e vet, edhe publiku që vjen patjetër, por ka energjinë e vet, edhe është gjithmonë bukur të luash pavarësisht skenës. E thash bukur sa ka për në kamerë. Kjo e thash shumë bukur. Nëse dikush zgjedh rrugën e gjatë dhe të vështirë të artistit, a mendoni se ka një të ardhme këtu në Korçë si qytet I vogël? Po e mendoj. Të ardhme nuk e di, po mendoj që ka një rrugë të vetën, një në radhë parë, kudo qoftë edhe në Korçë. Unë nuk jam njeri që them mos e bëj këtë, mos e bëj atë, e kupton? Sidomos kur vjen puna për art, se kam dëgjuar shpesh edhe kur kam bërë një show, se kishte shumë njerëz të cilët thoshin jam në mdyshje nëse duhet ta vazhdoj këtë si rrugën time profesionale apo jo. Tani unë nuk e pres dot me thik edhe s'kam as ndonjë lloj çekani që të them do bësh këtë apo do bësh atë, sepse para punës nuk jam askush për t'i thënë dikujt çfarë duhet bëj. Dhe e dytë e punës, gjithkush e di vetë se çfarë duhet bëj. Është një çik delikate edhe sidomos kjo periudha, mirë ju jeni në vit të parë, por pastaj ikin shumë shpejt to vite. Kur vjen ai momenti që duhet vendosësh se çfarë duhet bësh, është një çik delikate. Se këtu hyn edhe familja, hyn edhe shumë gjëra të tjera dhe këtë gjë nuk di ta them. Pastaj hyn edhe shumë opinione që kanë që marrin këta të rinjt rreth e rrotull, dëgjon këtë, dëgjon atë dhe jeni lehtësisht të si thua të thyeshëm, mund të influencuar. Kjo është të ndikuar fjala shqip. Shqipa marrë. Shqipja jonë e bukur, kemi dhe lasgushin aty që na fali zotëri. Pa, kështu që unë
dua të besoj që kanë të ardhme, çfarëdo që të jetë, por nëse e zgjedh këtë si punë, ama duhet beso shumë që kjo është gjëja që unë duhet të bëj. Duhet ta besosh vërtet. Jo sepse thjesht se dua ta bëj. Kështu që e gjen veten njeriu nëse do ta bëj një gjë. Ai që do E po ha me tash ja kjo. Shikojmë se ju jeni më të prirur tek pjesët komike. Cila është një pjesë e tillë që ju ka lënë më shumë bresa? Kam pasur fatin e madh që të luaj shumë komedi në televizion. Në të gjitha këto se janë programe të dedikuara të humorit. Dhe janë programe që i kam bërë çdo javë. Domethënë ky Goni e thoshte bukur të atëherë, është profesioni i buzëqeshjes së ngrirë. Pse është profesioni i buzëqeshjes së ngrirë? Sepse ti sa e bëre këtë javën tjetër të vjen java tjetër edhe më kupton duhet të shkruash patjetër për gjën tjetër. Tani që mendoj këtë gjën dua të falenderoj shumë edhe profesor Altin Bashën, sepse kam punuar edhe me të. Një mjeshtër i humorit edhe ai, nga ana e një shumë mirë të dinamikën. Dhe pra, me të gjitha njerëz un kam pasur mundësinë që të përfitoj shumë dhe të kuptoj që humori, saqë është një disiplinë që njerëzit mendojnë se është kështu e thjeshtë për të bërë, është vërtet shumë e vështirë. Duhet të dish një çik të bësh humor. Duhet të dish. E them shpesh me Eugene këtë që duhet të jesh një çik edhe vet, si thua. Kështu. Dhe do të thënë gjithë këto vite kur kam bërë kështu spektaklet e formatit kabaret kam qenë shumë si thua, jam ndier mirë që i kam bërë. Por unë e dua dramën shumë. E dua vërtet shumë. Dhe kam pasur mundësi që të bëj dash Zoti bëj edhe të tjera kështu në si diet. Jana merr kyshiu që ashtu po bie. Nuk di kë mund të veçoj, nuk di. Domethënë, nëse do të them në televizion kanë qenë shumë gjëra, shumë materiale të bukura, shumë karaktere të bukura që kemi ndërtuar. Nëse do të them teatr, prap kam ca shfaqje që janë komedi shumë interesante që i kam për zemër. Ndonjë pjesë nga fillimi që vërtet ju ka ndihmuar të rriteni si aktor dhe si artist. Komedi po thua apo kështu në përgjithësi? Komedi dhe në përgjithësi. Nga fillimi pas. Shiko, çka ka ndodhur. Me sa kujtova. Jo, ka ndodhur kjo gjëja që pasi ka nga Alpazari unë, u mora me teatr atë periudhë. Dhe u mora te teatri eksperimental Kujtim Spajvogli që tani nuk është më në pedonale. U zhduk bashkë me teletekstin. Me gjithë gjërat e tjera. Dhe atje teatri eksperimental kishte filluar një cikël kështu shfaqjesh për fëmijë dhe për adoleshentë. Ishte gjë shumë e bukur. Dhe unë bëra ca shfaqje për fëmijë. Ishte dinamik shumë e bukur. Pavarësisht se sa kisha dalë nga Alpazari dhe kur hyj atje fillon ata fëmijë. Bëti teatr bëj kështu. Kë çfarë aty që del atje. Dhe aso vitesh. Mirë. Atyre viteve mbaj mend që pata pastaj mundsinë që të luaja, e thash edhe këtu atë ditë që erdhëm një shfaqje që s'kam për të harruar kur me zysh Roza Anagnostin. Një shfaqje që zonja Oskari dhe zonja Roz. Shfaqje shumë e mirë. Tani të luash me një ikonë të teatrit, të kinematografisë, unë isha 25 vjeç. Dhe të kesh atë lloj vëmendje, roli ishte shumë delikat. Si ishte një fëmijë i vogël, 10 vjeç, që kalonte një smundje të keqe në spital dhe jetonte ditët e fundit të jetës vet atje. Dhe ishte pas akademisë, po ka qenë mbas roli im i parë, si thua, se kisha bërë shfaqje për fëmijë dhe për adoleshentë në teatr, po ky ishte roli im i parë, i plot profesional, të themi. Dhe ishte një çik përgjegjësi për mua. Dhe ai moment më ka shënjuar goxha. Për rolin, për tekstin që ishte brillant, duat që ta lexoni, u këshilloj që ta lexoni, ja këshilloj edhe Poliomerazit, Iliazit, Iliazit, edhe ty Ana. I got you. Ja u sugjeroj vërtet që ta lexoni. Është një novele Erik Emanuel Schmidtit, është një autor belg bashkohor, dhe lexoni, është shumë e bukur. Ai ka një seri kështu novelash edhe romanesh që unë jam matur disa herë që
ti kem, po nuk i kam marrë akoma, do t'ja marrë ti. Madje dhe i shkruajta dikur në Instagram, s'më ka kthyer përgjigje, but that's okay. Do thoshte Kresja në anglisht e mesazh. Anglisht. Kështu që ai ka qenë një moment. Shumë edhe njerëzor, edhe profesional më ka plotësuar shumë. Po, Amarda. Përveç pjesës komike që ju e luani gjatë gjithë kohës, a e keni menduar veten në ndonjë pjesë tjetër, një zhanër tjetër, aksion, tragjedi? Sa po thash, po mua më pëlqen drama shumë, edhe duat që të bëj, si duket ka tjetër lloj dinamike të bësh dramë. E kam menduar vetëm patjetër, edhe kam bërë madje. Edhe kam bërë, por ka një gjë, çdo dram ka brenda komedinë e vet, dhe çdo komedi ka dramën e vet. Nëse aktori është një aktor i mirë, dita luaj këtë gjën midis të dyjave, si thua. Kjo është një këshill edhe nga pedagogët e mi në Akademinë e Arteve, që te çdo personazh dramatik kërkon anën komike dhe e kundërta pastaj. Kështu që po, patjetër që e mendoj. Supozohet që aktori i bën të gjitha rolet dhe unë thash dramën, humorin e dua patjetër. Por edhe dramën mezi pres ta bëj. Kam luajtur edhe personazhe që kanë qenë vërtet dramatik. Kam pasur atë edhe si thua gjithë atë vorbullën e tyre emocionale, që nuk del me të qeshur, por del në një formë tjetër. Del në formën e shpërthimeve, revoltës, të Po. Mendoj se çfarë do lloj pjese të ishte, ju do ta qanit atë, ju të killit. Oh really? Yeah. Do you really think so? I do. Oh really? I'm glad to hear that. Yeah. Unë dhe Kresja ndjehemi shumë të nderuara që ju kishim sot këtu mes nesh. Ju falenderojmë për përgjigjet dhe jam e sigurt që keni frymëzuar shumë artistë të rinj. Kemi frymëzuar shumë artistë të rinj edhe do t'ju themi që të bëjnë gjërat që duan. Faleminderit. Faleminderit shumë juve edhe u kënaqa shumë. Thank you që pranuar. Pra miq të dashur, ky ishte episodi 9 me të rinj dhe kurioz. Shpresojmë që të jepni sa më shumë dashuri të takojmë në episodin tjetër. Bonjour, jo, e tham bonjour. Au revoir. Au revoir.